Përshëndetje të dashur miq, dhe jemi përsëri bashkë në programin Retro Time me Sibora Hoxha. Por ndryshe nga miqtë e mi, ju më thërrisni gjithmonë Bora. Sot do të kthehemi në vitin 1990 dhe 91. Dhe për ata që ndoshta e kanë jetuar këtë periudhë, do thoja që e din saktësisht dhe po ashtu i presim edhe përmendimet e tyre se çfarë ka ndodhur në këtë periudhë. Por po ashtu mund të themi se sot do të flasim për një zë tjetër ku do të ndalemi dhe do të dëgjojmë. Një zë që vjen nga rruga, nga sheshi dhe nga protestat, po ashtu edhe nga emocionet që po lindin për herë të parë pas dekadash në heshtje. Ndryshe ky vit mund të titullohet edhe si fjala që e fitoi lirinë. Sot do të jemi në një program që nuk është thjesht dhe nuk tregon vetëm një datë kalendarike. Sot do të hapim një derë që na çon pas në vitet kur Shqipëria po mësonte të fliste më lirshëm. Një udhëtim për ata që jetuan revolucionin e heshtur dhe për ata që duan të ndjejnë euforinë e lirisë së fjalës. Vitet 1990-91 nuk janë thjesht numrat në kalendar, janë momente kur fjalët që dikur neve trembeshin dhe kishin frikë t'i thonim, u bën thirrje dhe po ashtu edhe shpresë për qytetarët. Është ajo periudha e rënies së komunizmit sidomos, ku mund të themi se është një, domethënë, periudha më emblemike e atij viti. Por si fillim do të thoja që rinia mori një hof shumë të madhe, po ashtu edhe rënja e murit të heshtur ishte euforia më e madhe asaj periudhe. Në këtë vit Shqipëria filloi të thyej nga brenda dhe po ashtu edhe nga jashtë. Protestat, demonstratat, shkrimet dhe debatet e para publike për demokraci ndryshuan gjithçka. Si ngjarje kryesore e kësaj periudhe, siç e përmendat pak më parë, ishte rënja e diktaturës komuniste. Një moment historik që hapi derën për pluralizmin politik dhe për herë të parë shqiptarët folën publikisht për të drejtat e tyre, për zgjedhje të lira dhe për një të ardhme që ata dëshironin ta kishin. Nga jeta kulturore dhe mediatike mund të themi se morën hof shumë të madhe dhe liria e fjalës u bë realitet, edhe pse fillimisht u ndaluan në disa zona. Pluralizmi kulturor shfaqi në gazeta të reja, në revista dhe po ashtu edhe në radio. Kurse gjëja që është edhe fenomen sot është emigracioni. Emigracioni masiv filloi të shprehej pasi shumë njerëz kërkonin mundësi jashtë vendit. Dhe është po ashtu nisja e atij fenomeni, pavarësisht që edhe gjatë periudhës së komunizmit neve kemi pasur shumë raste kur i kemi parë edhe njerëzit video të shumta që njerëzit iknin me gomona ose me gjëra të tilla për t'u larguar nga qyteti i tyre. Por pavarësisht, edhe pse ishte periudha e komunizmit, nuk mund të përjashtojmë gjërat e mira që i ka pasur ajo periudhë, por gjithsesi ka pasur edhe ato gjërat më negative të asaj periudhe. Siç e përmendëm për pjesën e emigracionit, shqiptarët e kanë pasur fenomen shpirtëror, kulturor, një fenomen që i ka ndjekur masivisht brez pas brezi. Dhe për pjesën e emigracionit po ashtu dua të bëj edhe një puntat veçmas ku do të flasim për arsyet pse bëhet emigracioni. Përgjithsesi mund të thoja që ajo liria që ju dha qytetarëve mbas një periudhe shumë të mbyllur, ku nuk ishte edhe kohë që, domethënë, kontrolloheshin edhe ëndrat e lemove, veprimet dhe mendimet e njerëzve. Ishte një ndër arsyet pse njerëzit pas lirisë vendosën të iknin. Përgjithsesi unë dua t'u përshëndes me një këngë si fillim, një këngë e cila është lansuar pas komunizmit, domethënë pas viteve 1990 dhe 91, ku muzika po ashtu mori një hof tjetër, ku nuk idealizoheshin vetëm regjimet komuniste të asaj periudhe që ishin me demek shoqërore, por kishin më lirshmëri në të shprehur, kishte për dashurinë, për rinin, për ëndrat e të ardhmes dhe kështu me radhë. Do të shkëputemi për pak dhe më pas do të rikthehemi në studio. Retro Time u mundësua nga Dua Molstruk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa.
rikthyem kështu përsëri në studio dhe tash do të flasim pak për muzikën si zëri i lirisë dhe po ashtu do të flasim edhe për letërsinë dhe fjala e shkruar e cila mori një liri më të madhe. Sa i përket muzikës, muzika shqiptare e fillimit të viteve 90 nuk ishte vetëm argëtim, por po ashtu ishte shprehje e mendimit dhe e protestës, ku gjithë ato mendime të mbrëmshme që i kanë pasur gjatë gjithë atyre kohëve, njeriu e gjeti mundësinë që ta shpreh mendimin e vet nëpërmjet artit të tij. Këngëtari i ri po shfaqej me tekst dhe melodinë që flisnin për shpresën dhe për ndryshimin e shoqërisë, po ashtu edhe festivali 29 i këngës në RTS në vitin 1990 për herë të parë lejoi këngë më pak ideologjike dhe më personale dhe reflektive, ashtu siç thash edhe pak më parë, ku këngët nisën të pasqyrojnë vërtet mendimin dhe ndjenjat shoqërore. Radioja, edhe pse ende e monitoruar, transmetonte melodi që simbolizonin lirin dhe pluralizmin. Zëri i rinisë ishin grupet e para rock dhe pop kombëtare, filluan të shpërtenin në skena shumë të mëdha dhe po ashtu edhe në ato të voglat, ku siç e thash nisën të kenë liri më të madhe dhe nisën të krijonin një art. Se tek e fundit mund të thoja edhe për artin që arti nuk duhet të ketë një rregullore se si duhet të bëhet. Arti është shumë i ndjerë. Do të thënë, është një estetik aq e bukur që jo për të gjithë është e bukur. Prandaj estetika ose e bukura nuk është e bukur si është për mua edhe për ju, por si kush e ka, domethënë, mendimin e vet për të bukurën. Ndoshta diçka për mua nuk është edhe aq simpatike sa është për dikë tjetër. Prandaj edhe arti e ka këtë gjë. Domethënë, nuk e ka për qëllim të mbledh një grup shoqëror të madh që të gjithë kenë mendimet e njëjta, por gjithsesi e ka edhe për qëllim që të transmetojë një emocion që këngëtari ose tekstshkruesi e ka pasur në atë kohë. Muzika ishte ura midis botës së mbyllur dhe influencave të huaja, sidomos nga Italia dhe Greqia. Në atë kohë nisën, domethënë, populli të dëgjojë më shumë këngë të huaja pas komunizmit, normalisht se dënoheshin nëse dëgjonin lajme italiane, greke apo ku ta di unë nga vendet e tjera, si ashtu edhe nga Kosova, ku ajo periudha e komunizmit mund të thojë ishte edhe e kishte kleçkën shumë të madhe për shkak të ndarjes që janë dy popull shqiptar, por me kufin shumë dhe nuk e kishin një qasje të përbashkët me njëri tjetrin. Dhe e vetmja periudhë do të thoja që pavarësisht që ka qenë komunizëm dhe i ka bashkuar mund të thoja krejt intelektualët e asaj periudhe, ishte për Kongresin e Drejtshkrimit, normalisht, ku u bën bashk nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria për të dhënë një drejtshkrim të saktë. Mesazhi në vitin 1990 dhe 91 është se muzika u bë zë i lirë dhe rrugë për të ndarë emocionin dhe shpresën. Kurse sa i përket letërsisë dhe fjalës së shkruar, letërsia shqiptare e viteve 90 u çlirua nga cenzura. Autorë si Ismail Kadarefa, Tosa Rapi dhe Dritëroa Golli mund të shprehnin mendimin e tyre pa frikë dhe pa ato unë them gjithmonë, nëse i lexon veprat e tyre, ne gjithmonë çdo kush ka një qasje dhe një mesazh ndryshe nga ato vepra, jo vetëm të atyre, por çdo kush ka, domethënë, merr një mesazh ndryshe nga çfarë do lloj vepre. Libri u bë hapësirë dialogu dhe jo vetëm ideologji. Ribotime dhe përkthime të veprave botërore shfaqeshin në biblioteka publike dhe po ashtu shkrimtarët e rinj dhe studentët, po ashtu edhe poetët, nisën të publikojnë ese, poezi që flisnin për identitetin, emigracionin dhe pluralizmin kulturor. Në vitin 1990 dhe 91, fjala e shkruar ishte mjet i shprehjes dhe rigjallërim i mendimit të tyre. Po ashtu mund të thoja që si është edhe Pallati i Ëndrave, për faktin që e kam temën e diplomës aty dhe mendoj shumë për Pallatin e Ëndrave. Njeriu ka qenë shumë i shtypur, domethënë ka qenë gjithmonë frika dhe të menduarit, që ka qenë frikë të mendosh ndryshe nga ajo që të është dhënë të mendosh. Dhe prandaj nisën të jenë më të lirshëm, më emocional dhe qasja e tyre ka qenë më bombastike, mund të thoja, se direkt ka nisur euforia. Kurse sa i përket artit pamor dhe pikturës, artisti i viteve 90 filloi të sfidonte realitetin. Piktura dhe skulptura u hapën ndaj temave moderne, pasionante, personale dhe politiko-sociale. Ku politiko-sociale nuk është që mund ta në çdo periudhë gjithmonë ka qenë prezente. Kurse sa i përket galerive të vogla dhe ekspozitave private, u bën vende ku artisti mund të fliste lirshëm dhe aty ishte ai grupi ose ai vendi ku artistët bashkoheshin dhe
ndanin mendimet e tyre, ndanin artin e tyre dhe kështu me radhë. Arti nuk ishte vetëm dekor, por zër dhe reflektuesi një shoqërie në tranzicion. Kjo ishte pra sa i përket artit në përgjithësi, domethënë duke marrë parasysh edhe muzikën, artin e të shkruarit, artin në pikturë dhe kështu me radhë. Prandaj mund të themi që çdo art e ka gjuhën e vet të shprehurit. Arti, domethënë, është gjua e arteve, mund të thoja. Ku edhe nga pikturat, domethënë të mëdha apo të vogla, ne marrim një mesazh, nga ngjyrat e tyre neve marrim një mesazh, marrim një emocion në fakt. Por gjithsesi do të kalojmë më pas edhe në një temë tjetër ku do të flasim edhe për jetën e përditshme, sportin kulturor dhe popullor dhe më pas do të rikthehemi përsëri në studio, do të shkëputemi për pak dhe më pas rikthehemi. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa. Mirë se vini në Dua Mall, qendra tregtare ku stili, komoditeti dhe përvoja perfekte e blerjes bashkohen vetëm në një vend. Nga markat më të njohura, trendet më të fundit të modës, aksesor, kozmetik, deri te hapësirat relaksuese për kafe dhe argëtim, gjithçka që kërkoni e gjeni në Dua Mall. Ambiente moderne, oferta të shumta, përvojë unike për të gjithë familjen tuaj. Dua Mall, vendi ku dëshirat tuaja bëhen realitet. Detex Home, ngrohtësia fillon në shtëpinë tuaj. Kërkoni cilësi, rehati dhe elegancë për shtëpinë tuaj? Detex Home është zgjedhja ideale për ju. Tek ne gjeni çarçaf cilësor dhe modern, jastëk komod, peshqir të butë dhe luksos, aksesor dekorativ për çdo kënd të shtëpisë tuaj, qeis nga më të ndryshmit. Çdo detaj është zgjedhur me kujdes për t'i dhënë shtëpisë tuaj stil, rehati dhe elegancë. Detex Home, sepse shtëpia juaj meriton më të mirën. Moleraj Musa, ngjyra që i jep jetë shtëpisë tuaj. Dëshironi freski, bukuri dhe transformim të plot për ambientin tuaj? Moleraj Musa sjell profesionalizëm, përkushtim dhe perfeksion në çdo detaj. Lyerje profesionale brenda dhe jashtë shtëpisë, transformim total i hapësirave, cilësi, pastërti dhe punë me standarde të larta. Sepse ngjyra nuk është thjesht bojë, është ndjesi, është stil, është jetë. Moleraj Musa i jep ngjyrë, bukuri dhe jetë shtëpisë suaj. U rikthejmë kështu përsëri në pjesën e fundit të programit të Retro Time dhe do të flasim pak për jetën e përditshme, për sportin dhe kulturën popullore dhe si ashtu do t'ja nisim me ekonominë pak a shumë. Shqiptarët përjetuan një ktesë radikale në jetën e tyre. Ekonomia u centralizua, filloi të çrregullohet dhe tregu i ri u shfaq. Pavarësisht, domethënë, asaj mbylljes së madhe, kemi pasur edhe një pavarësisht një çrregullimi, do thoja, ka pasur një rregullim tjetër nga ana tjetër. Emigracioni filloi të ndjehej në mënyrë masive, veçanërisht drejt Italisë dhe Greqisë. Media e re dhe revistat private hapën dritare për informim dhe debat publik. Jeta e përditshme gjithmonë ka qenë, domethënë, të marrësh sa më shumë informata për vendet e tjera, të marrësh sa më shumë informata se si njerëzit vendas kanë shkuar atje dhe si është duke u zhvilluar jeta e tyre, por nuk dua ta lë anash edhe pa përmendur, domethënë, një sakrificë të madhe që kanë bërë njerëzit që kanë ikur kryesisht në ato mënyra që nuk kanë qenë legale. Ka pasur, domethënë, edhe kanë shkuar me gomone deri në mes të detit, kanë ndruar gomone nga mesi i detit deri në vendin përkatës. Është një rrezik që e kanë marrë për të ngritur familjen e tyre dhe për të mbajtur gjallë familjen e tyre, se tek i fundit askush nuk shkon prej qefit, po gjithsesi. Kurse sa e përket sportit dhe kulturës popullore, sporti nuk ishte një, domethënë, thjesht një performancë, por ishte mundësi për shprehje dhe lidhje me botën e jashtme. Futbolli dhe ngjarjet sportive u ndoqën me kurreshje dhe me entuziazëm si shenjë e normalitetit, ndryshe nga ajo se si ka qenë më parë, dhe televizioni po ashtu transmetonte edhe lajme dhe programe të huaja për herë të parë në dekada. Prandaj ishte kjo, siç thash, gjatë komunizmit kanë qenë të mbyllur, domethënë nuk kanë mundur të marrin informacione nga bota e jashtme dhe gjithçka e jashtme e huaj u është dukur e çuditshme, se tek e fundit e huaja dhe e çuditshme janë sinonime të njëra tjetrës.
Vitet 1990 dhe 1993 nuk ishin thjesht numra në kalendar, ishin kohë kur një komb mësoi të vliste më lirshëm, kur heqja e gjatë u zëvendësua me një gjallëri të papërshkrueshme. Në qytetet shqiptare sheshet u mbushën me njerëz që kishin një zë për të thënë, kishin diçka për të thënë. Radioja dhe televizori, një herë është kontrolluara, filluan të pasqyronin zhurmën e lirisë dhe të ndjenjes që njerëzit dëshironin, domethënë emocionin që njerëzit dëshironin ta shprehnin. Dhe shumë shqiptar për herë të parë mund të dëgjonin këngë të huaja, lajme nga bota dhe mendime që sfidonin të kaluarën e tyre. Në shtëpi, në kafenete vogla, në rrugë dhe në katedrale të ndryshme të kulturës, fjalët të rritnin pa frikë, poezitë, librat e artikuj që dikur ishin të ndaluara u bën mjet shprehje dhe reflektimi. Muzika u bë shprehje e lumturisë, protestës dhe shpresës, nga vallet e popullit tek baladat e rinisë që kërkonte një të ardhme më të mirë. Këto vite nuk ishin thjesht tranzicion, ishin prolog i një epoke të re, e cila nisi me një hovë shumë të madh ku ne me pak fjalë nuk është nevoja të flasim diçka, por vetëm të shikojmë Shqipërinë se ku është sot. Një epokë ku secili shqiptar mund të kishte një zë, një mendim dhe një ëndër. Dhe ndërsa ndalemi dhe pak dhe të marrim frym për këtë periudhë, mund të ndjejmë edhe sot atë ngazëllim që mbushte rrugët dhe sheshet, zëra që nuk friksoheshin, që qeshnin, që diskutonin dhe që krijonin për herë të parë identitetin e një Shqipërie të lirë. Të dashur ndjekës dhe miq të dashur, kjo ishte Retro Time, kthimi në vitet 1990 dhe 91, një udhëtim ku historia u bë përjetim dhe fjalët e fituara u bën, domethënë, e shprehnin lirinë e tyre. Për ata që e jetuan ishte një bekim dhe një ëndër e përmbushur, dhe për ata që e ndjekin sot është një kujtesë, frymëzim dhe mesazh. Kur fjala bëhet e lirë, gjithçka është e mundur. Prandaj duhet të jeni shumë mirënjohës për fjalët e tuaja të lira, se tek e fundit sot është liria e fjalës, por më parë nuk ka qenë, dhe për atë liri të fjalës janë bërë protesta të shumta dhe janë vrarë shumë njerëz. Prandaj vlerësoni gjërat sa i keni. Kjo ishte Retro Time me mua Bord dhe ne do të dëgjojmë javës tjetër. Mirupafshim. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa.